Është ndeshje e rëndësishme si gjitha tjerat, kuptohet mund ta quajë ndeshje rradhët, por rëndësia është shumë e madhe, sepse duhet me marrë vendin e parë, duhet me vazhdu atë punë mirë që kemi bërë deri tani, pra nuk varet më asnjë gjë në dorën e tjera kur, por e kemi në dorë ne. Kështu që serioziteti është maksimum, si nga drejtuesit, por edhe nga ne. Ne kemi një faktor pozitiv, mund të them, sepse ndeshja bëhet në një fushë asnjënce. Nërsa problemi, ose mund të them, ana negative është terrenet, se kuptohet janë disa ndeshje ku ne po luajmë vllaç dhe prej klimës dhe kemi pak problem këtë pjesë, por megjithatë nuk duhet shohim as pak në të tilla situata, po duhet shohim përpara që të realizojmë këtë objektiv që kemi vënë vetes. Kanë një eksperiencë disa vjeçare në trajnim, po ashtu dhe në drejtim. Them se të dy bashkë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Presidenti fusha është më afër se kur skuadrës, megjithë nga ka plotësuar gjitha kushtet, kështu që ne jemi të detyruar që edhe ne të përgjigjemi